Partia Demokratike ka dorëzuar këtë të njëjtë kërkesën zyrtare për regjistrimin në zgjedhjet e pjesëme lokale që do të zhvillohen në 9 nëntor. Zgjedhjet do të mbahen në 5 bashki, përjashtuar Tiranën, ku vendimi përfundimtar për kandidatin Florian Binaj mbetet pezull në gjykatën kushtetuese pas shkarkimit të Erion Veliajt dhe dekretit të presidentit Bajram Begaj. Kërkesa e dorëzuar mban firmën e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike Flamur Noka, ndërsa ish-kryeministri Sali Berisha ka theksuar angazhimin e tij për të siguruar strukturat e Partisë Demokratike të mos përfshihen në praktikat palishme si blerja e votës. Ai premtoi gjithashtu zbatimin rigoroz të kodit zgjedhor dhe transparencën të plotë të aktiviteteve dhe fondeve gjatë fushatës zgjedhore, duke konsideruar këtë një garanci për zgjedhje të ndershme dhe të lira. Për zgjedhjet e 9 nëntorit, opozita do të mbështesë 5 kandidat në 5 bashki: Gabriel Kuma në Tepelen, Dionis Sota në Vlorë, Eduard Brahlika në Mat, Amarit De Hoxha në Carrik dhe Pavlo Shkarpa në Bashkinë e Beratit. Ndërkohë në Tiranë, Partia Demokratike ka deklaruar mbështetjen për kandidatin Florian Binaj, i cili nuk mund të garojë për momentin për shkak të pezullimit të vendimit nga gjykata kushtetuese. Ky hap i Partisë Demokratike vjen ndërsa opozita synon të forcojë prezencën e saj në bashkitë ku pozitat janë vakante dhe të ofrojë një alternativë të fortë ndaj qeverisjes aktuale lokale. Në të njëjtën kohë, Partia Demokratike ka theksuar se do të ndjekë çdo hap të procesit zgjedhor për të garantuar që fushata dhe votimi të zhvillohen sipas ligjit, duke ruajtur integritetin e zgjedhjeve.